Fillove dhe një isoj? Pasi e lam tek pjesa kur ai mas rekrutimit në Thojza, edhe banorët më thanë Arta, e kupton ti tha që po fillojnë të lozën gjithë banorët me ty, po thash unë. Pakte nga viu, nga Mirdita nuk lozën njëri shumë, thash unë. Ku e din ti që unë s'po loz me gjithë banorët tu? Pra, do me thonë, gjithë banorët vinë të lozën me mu. Nuk kanë shanse asnjëri. Unë jam Artan Kola, kam një karrierë dhe nuk e vej ftyrën para se zgjore. Por kam një diçka. Kam një diçka. Një njeri si puna e Mirit, unë do t'i shkoj deri në fund. Lejer sot i ka marrë një goditë një jashtëzakonshme dhe ky nëse vazhdon prapë kështu, jo tulle djegme, po do të jetë tulle djegme edhe shkriftuar komplet, domethënë mos e kuptoj njeriu se çfarë po i bëjnë këtu. Të gjithë banorët, unë akoma edhe shif ku ulëm. Shiku janë ul njerëzit pak a shumë me atë lojën që bot ju, që u bë parmbrëm, me një trup të vetëm, me 4 tru, dhe me 2 durë shërbime, ishte një lojë fantastike. Pra e vendosi këtë shtëpi këtu me mendu se ç'po bëhet. Dhe fjala është për njëri. Po njëri. Dhe mos se fjala ma jep Ledionis, ma jep ti. A thuhet, vazhdoj? Do të vazhdoj prap. Se ki prap. Gjygymi. Po, jo. Çfarë gjygymi? Ma shpjegoj të lutam edhe një herë. Një klip Ledion që absolutisht tani del si A mund të flasun apo kundrejt Mirit, apo të flasin këta? kemi një Mir agresiv komplet. Isha kurios për këtë fjalën e fundit, çfarë është kjo fjala? Gjygymi, ja ta shpjegon. Gjygymi Ledion se me qenë se Miri këto ditë, dhe me thonë, sa e shifke Selinin bashkë me Gimbon, dhe me thonë, vlojke për gjerozisë, dhe thash, po dukështë thash si kur gjygym, thash kur vlon, thash, po jetu vlu, thash për gjerozisë. Edhe tani kur e vlon vesh, thash ja ka një qita me njeri Monika, po pra është i briku i ujit kur zjen. Po, kur zjen. Ndërkohë, Miri, të kemi parë në, le themi, momente që dhe ti vetë nuk besoj se je krenar, totalisht në kufi të një njeriu agresiv me fjalë nga më... I ka përdorur dhe i, po s'ka Jo, farë. Atëherë, dhe fjale ime aty? Nëse unë jam shfaqur me atë fjalor, kërkoj ndjes për atë pjesën, nuk duhet që të përdoren, por ajo vjen si rezultat i një agravimi dhe i një përndjekje që ky personazhi këtu që quhet Tani, pra Rogjeri s'ka faj. Rogjeri s'ka faj që po a mund të flas. Të nxjerrë fytyrat. Nga përndjekja që kam në çdo minutë në këtë shtëpi. Atëherë, un kam dëgjuar për raste manjakësh dhe përndjekësish grash, që ka qenë shumë terrorizuese në Tiranë dhe në Shqipëri, por përndjekës burrash në çdo minutë dhe në çdo kohë unë nuk kisha njohur asnjëherë në jetë. Edhe unë nuk kam njohur këtu agresivitet me dhunë si puna jote. Po ishte kohë ta marroj. Ka arritur deri aty. Po ishte kohë ta marroj. Ka arritur deri aty. Edhe me ju edhe në shtrat. Edhe në shtrat. Është futur dhe në shtrat. Një personazhi Tani ty të thotë pse vjen Kam arritur në një moment që këtu në shtëpi, nëse unë nuk e kuptoj që jam te kjo shtëpi, mjafton të shoh Tanin dhe është e sigurt që unë jam bëre viktimën tash, bëre viktimën. Se nëse ka një vend më të sigurt që mund të ketë në këtu në Shqipëri është shtëpia Big Brother. Për këtë pjesë ti je i sigurt ti. Dhe ti nuk ka siguri këtu nga ty. Se rasti ta agresivitetit ke sjell ti këtu brenda në shtëpi. Duke vazhduar me Tanin, kam parë vetë sot, duke vazhduar me Rogerin, duke vazhduar edhe me ju. Nuk e shfrytëzon dot të viktimizimin e bën ti që ka pasur nga Tani. Dhe ajo gotë që kemi atëherë në vend të merret me dhunusin që je ti, po merret me dhunuarit. Në rregull, ofendime që ky njeriu këtu më ka deformuar emrin. Ky njeriu këtu më ka krahasuar me tullë djegur. Po ti çfarë për vllai që lashi gjithë ditën aty? Po çfarë ti bëj? Çfarë ti bëj? Po ja pra mos bëj atë që bën ai. Mos bëj atë që bën ai. Ai ti jep mundësi që ti të reagosh. Dhe ti tregon reagimin tënd të ndrimin këtë. Më ka zënë frymën. Tash një njeri që të zë frymën, si mund të reagosh? Po ku mund ta zuri frymën? Po të lutem po ta zuri frymën. Miri kur çfarë nën kupton me më zuri frymën? Ja ta them unë, sepse më zë hapësirën time që dua në këtë shtëpi. Në çdo moment është Tani para meje. Nëse unë dua të shkoj të bëj një bisedë të qetë me një nga banorët këtu, ai të vjen të futet në mes. Unë kam shkuar të flej gjumë dhe ai më është futur në shtrat.
Po kaq prapë, se ç'a duam. Po i vetmi moment që tani nuk vjen është në tualet. Të vjen në tualet edhe ja, mbaruam. Tani të pashë kishe ngritur dorën, ç'a do shtoj. Po normal që po flitet me ushqim të çe. Hera parë që po ma jepni atë mundësinë dhe tash do të tjetër po s'di ç'a thuash. Pra, hera e parë në ç'kuptim tani. Me idenë që dola në Prime për sot. Po mirë, shiko, ki parasysh që ka dhe të tjerë që as nuk kanë folur fare, ëh. Normal. Faleminderit shumë, diçka. Jo, nuk është për faleminderit, por që ta kuptosh. E kuptoj. Tash unë sa vjen po kuptoj shumë gjëra këtu. Okej, faleminderit. Pra do të thotë që unë i them Rimi, ky nëse se gjen veten aty, s'ka pse të flasi. Po. Unë i them gjygym, nëse ky në ashtu s'ka pse të reagoj. Pra të gjithë epitetet që unë ja jap këtij, s'ka pse të reagoj vëlla. Vetëm thotë po ky budall. Po mirë, tani të pyes, do me thënë, çfarë pra ti e nje kush është Miri, besoj ke një lloj, pra ti thua për veten tënde që unë jam Artan Kola. Po. Po. Dhe vi nga Mirdita dhe kam një karrierë me vite. I lindur e rritur në Tiranë, ka të bëjë edhe shumë kjo. Pra vi nga Mirdita, i lindur rritur në Tiranë dhe dua që pra siç kam respekt edhe karrierë të dal me respekt dhe me karrierë. Apo jo? Normal. Po. Çdo njeri. Ndërkohë, Miri është gjithashtu dikush i cili nuk e di nga është me origjinë, nuk e di a është lindur rritur në Tiranë, por gjithashtu ka vite të tëra karrierë. Po. Dhe ti tani vjen dhe i thua Mirit Tulle Diegur apo kështu. Nuk di të këndoj. Po. Tani cili është qëllimi? Do me thënë, qa përfitohet nga i gjitha kjo? Atëre, e para punës jep. Sepse jam dakord të thuash që ti po përdor këtë për të arritur këtu, jam dakord të thuash një ose dy. Sikundër jam kategorikisht kundër gjuhës së tmerrshme që Miri përdor ndajteje, afrimeve, a thua se po të bie në shishe e tjera, ato janë të tmerrshme dhe të patolerueshme dhe nuk i bëj respekt Mirit. Po nuk e kuptoj qëllimi yt cili është, do me thënë, kur ti i thua Mirit je tulle djegme, çfarë dëshiron të arrish? Atëre, tulla e plotë djegme është që mban murin. Edhe ajo nuk përdoret fare. Do më tonë kjo si hymë... Pra është një loj epiteti për të treguar paftësinë e Mirit në loj, këtë po thua? Po, kjo është normale, pra kjo është ajo. Pra, nëse Miri se kupton këte, unë s'kam që me bo. Jo, se ka kuptuar askush. Se po të pyet Ledioni, as Ledioni se që kuptuar. Ledioni i di vetë. Ledioni ka menë sa për mua ty bashkë. E gjithë Shqipërinë bile. Po, Deja, ore qenë. Senqeu, Rema se një parë. Tani, në momentin që ty të duket Miri kaq i pa rëndësishëm edhe kaq i pa shumë i rëndësishëm. Është i rëndësishëm. Është i rëndësishëm, se këtu se cili ka rëndësinë e vetë, por ka i diçka. Ka di diçka shumë që më çudit që ky cakton dhe fatet e shtëpisë, ky cakton ditët kur do dalish. Ky do të thonë kujton se është i zoti i kësaj shtëpie. Pra, lutem, të thotë e ke gati në autobusin e Unazës, sa dalish aty pritet, mu mikën, unë sa dal me. Tani në këtë moment që flasim tani, kë mendon ti nga djemt më lojtarin më të fortë aty brenda? Bravo, nuk s'kam që të folë më shumë. Është Roger, ka marrë gjën më... Rogerti. Po Rogerti ka marrë gjën më të vështirë në jetë, ka marrë atë që erdi këtu, dhe ja kam thonë sot kështu. Nëse ti vazhdojnë këtë lloj forme, unë do të gjemoj me valigje kështu. Po lojtarin më të dobët nga djemt, kë shikon? Është djetë që këtë ditë e parë. Si thuja fjallë. Angelo është djallë fantastik për mu, por është i impostum. Realisht është shumë djallë i mirë. Por ka i diçka që... Për mu është Angelo, ka që... Tani ma ka i natin nga që i kam bërë disa pyetje, i kam kapur në disa situata që nuk guxon t'japi përgjigje dhe për këtë arsye kam marrë i natin, po. Si the Angelo? Jo, e kam marrë i natin me mua se i bëj disa pyetje për disa gjëra që ja kam përmendur gjatë këtyre ditëve, si për shembull që është tallur me që nuk ka bukë në gojë, që nuk ka bukë për familjen në shtëpi. Je tallur për këtë pjesën dhe nuk e kërkuar ndjes për shqiptarët që realisht nuk kanë bukë. Realisht dhe ke thënë unë kam shtëpi në Tiranë zonë që kushton mbi 300.000 euro. Po pra. Dhe je bashkuar ti zotërisë tu që e ka kundërshtuar gjithë shtëpia. Prandaj tani, po mbaj natë sa duash. Ka dash të rekrutoj Tanin që në fillim. Dhe Tani nuk e ka pranu sepse nuk ka pa një tip liderit të kaj. Një person që e tallë, një person që përdor rob,
Këto janë gjithë epitetet e mirit. Dhe në fakt, Miri ti vjeni natë që Tani ka gjithë një knaqësi me mu dhe me generalin Kristin që në fakt ne po bën një lojë shumë bukur. Pavarësisht se ishte njeriu i vetëm që të përkrau kur gjithë shtëpia të kishte kundër. Bën më shumë gjërat e pista që ti stolle këtu. A mund t'ja bëj një pyetje live? Çfarë të japësh? Një pyetje live Miri. A mund t'i bësh një patjetër, po. Faleminderit. Si mund të shprehet një zotëri si Miri, ti thot Baby G si thot e ke ngjyrën e trupit si shpirt. Ma thuj që. Lëkurën. Klutëm, ja, ka bëj se e kam i qenë ty. Karencikjo. Ja, klutëm. Për sa kësi, por e fa qalli këti. Karencikjo për Baby G. Karencikjo, unë du të zojnë. Ja, të zojnë. Jo, është shfrytëzim. Femnat, që shfrytëzon femnat në përshpi. Unë du përgjigje. Ma jo përgjigje. Përse a i zjallë të loj forme. Miri, a dëshiron të t'i përgjesh ai pyetje? Ledion, a mund të më fol? Po, patjetër. Unë jam një javë këtu të shtëpia, Miri në asnjë mënyrë nuk ma ka bë unë me ndje keq, ama Rogna, ti 2-3 herë më shef me syt, edhe vërtet e ndjem shumë keq, edhe me shumë siklet, edhe 2-3 herë ma ke pyet ti për jam i motër, se unë jam i martum. Nuk jam gata ti, po unë i motër. Po jam i motër, mos e luj këtë lojna me mu. Ti je spiune e Mirit në loja dhe lenat mua betani. Po jam i motër, nuk mund është ti me kuptova. Po jam i zojnë, se s'mund është ju për me kryu situata që s'janë. E kuptova, Miri, a dëshiron të përgjigjesh Artanit? Ledion, a dëshiron të përgjigjesh Artanit? Që unë e kam pan këtë shtëpi dhe e kam pan në mënyrë shumë në rregull ka qenë Bekena, që se Okej, kuptuam. Ju lutem banor, ju lutem. Miri, a dëshiron të përgjigjesh Artanit apo jo? Patjetër. Situata ka qenë kështu. Jo, mos më trego situatën. Ja pra pas, ja ta tregoj shumë shpejt. Pyetja ishte konkrete. A i thot dot një zotëri si Miri? Baby G's, si ishte sa të bukur e ke ngjyrën e lëkurës? Jo. E ke lëkurën si shpirt. Ledion, edhe një herë, ne po flisnim për diellin se ishte përballë diellit dhe i thash, kujdes se do të prishin punë dielli dhe tha, lëkura ime nuk e prish dielli, i thash e ke si shpirt. Ku është problemi? Tani, ti a e di që Rogeri, Tani, a e di që Rogeri i ka bërë të njëjtin koment mota mo para pak orësh Juelës. Çfarë i thash? Rogeri ka bërë të njëjtin koment mota mo Juelës. Mota mo? Falë një minutë. Se qa bënë? Falë një minutë, më të Rogeri ma përgjithsin e vetëm, a që nga Rogeri? Shiko, unë e kuptoj që Rogeri mban... Digjo, Tani. Tani, unë e kuptoj që Rogeri mban përgjithsin. Nuk e kuptoj këtë fjallë që mund të kemë përdorë. Fjallë për fjallë, o mos ta moja. Për lëkurën, e ka thënë duke ironizu batutën e mirë. Po, e kam thënë jo për Juelen, e kam thënë se që ka thënë për Miri, për shoqen e huj këtu. O Ledion, come on. Kjo është burim martu, o Ledion, kujdes. Po, jam shumë i knaqur martesën. Okej, dua të banor. Stop, jo nuk kam kohë Monika Arbri për komentet. Unë e kuptoj që i ka kap kjo histeria për të sharë njëri tjetrin edhe për të prishur çdo lloj ekuilibri njerëzor. Këto kam aty domethënë në gjithë mënyrën se si provokojnë deri në lojë nervash nga njëri tjetri, ca i mbajnë, ca si mbajnë, nuk përballojnë dot lojën në momente të caktuara, disa të tjerë pastaj çfarë thon pastaj ston më vonë, kështu që është një gjë me thënë të drejtën që nuk është se prodhojnë gjë, prodhojnë një zhurmë e cila në fund të ditës asnjërit nuk i shërben. Okej, Arber? Tani ka vendos me çmen Mirin. I po ja del? Besoj se po. Okej. Ka shumë shkurt, Tani ka rezervat e veta në marrëdhënie me Mirin dhe kjo është mënyra se si ai
do ta nxjerrë nga faza, ndërkohë që mendoj se DC është kthyer në bezdi, duke DC e përndjekur, por gjithashtu e pahishme është mënyra se si Miri është kthyer Tanit. Me etiketime, DC duke snobuar, duke zhvlerësuar, dhe një lojtar që do me fitu bikun, ditë menaxhoj veten e vet, edhe nuk e le tjetrin me dal nga faza. Po. Dakord jam Agi. Është momenti për edhe nuk ke nevojë të kërkosh ndjes neve, mund të kërkosh ndjes Tanit e ke aty. I kërkoj ndjes publikut që ka parë ato pamje dhe ato fjalë që u kam nxjerr. Sepse një sekond. Ato fjalë i kanë nxjerrë dhe ky nga goja. Edhe ky më ka thonë mua, shko te hale, e hale, o hale, o i zi, a ku janë? Miri, nëse e dëgjove Arbrin me vëmendje. Po. Po ç'është vëmendje? Jo, po nuk e ke dëgjuar se nuk mund thuash po pra po. Pra, o e dëgjon fjalin e opinionistit. Po nuk e ke dëgjuar pra Miri, sepse për sa kohë thua, edhe ky më ka thënë mua i bie që s'ke dëgjuar asgjë. Jo, e kisha për tjetër gjë, po okay, në rregull. Pra ti thua, e kisha për Tanin. Me qënë se më tha mua, ti them edhe unë, atë që më tha ai edhe ca tjera nga mbrapa. Këtë thua ti, po? Janë nerva dhe ato të shkretat. Ashtu, dhe po ta kishe dëgjuar Arbrin, po ta kishe dëgjuar... E kam dëgjuar Arbrin, nuk e kisha për Tanin. Fjalë për fjalë. E kisha për Tanin, tani. Po jo, ore... Po. Nejse. Pra, Ju lutem, qoni djemt për para video... Mbrapa, do me kurriz nga video walli, për para...